النفس إن لم تظفري لا تجزعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Falëndërimi takon Allahu subhanahu wa taala, mëshira Allah të qoftë me pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Pasi që përmend autori çështjet e besimit, çështjet e shirkut, e të kufrit, e të nifakut, veprat të cilat e arrin shkallën e kufrit të vogël dhe rrezikun e madh për devijim dhe për gjunoa në të cilat robi e meriton dënimin të Allah subhanahu wa taala, vazhdon me temën el-imanu khawfun wa reja. Imani besimtarit duhet të sillet mes frikës dhe shpresës. Imani besimtarit sillet rreth frikës se si do të kalojë ditën e kiametit në qëndrimin para Allahut subhanahu wa taala, dhe mes shpresës se Allahu subhanahu wa taala ka më na fal. Nuk ka kush që mundet me hije në xhenet me veprimet e veta, sikur që nuk ka kush që nuk e meriton dënimin. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin e saktë, nuk e shtin në xhenet kërkon vepra e vet. Në hadithin tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë të gjithë bijtë e Ademit janë gabimtar, gjunaqar. Bashkimi i këtyre dy haditheve, do më thonë, kërkush prej njerëzve nuk ka mundësi me hyje në xhenet si rezultat i veprave të veta, por hyn me mëshirën e Allahut subhanahu wa taala, kurse veprat janë kusht për me fitu mëshirën e Allahut. Anën tjetër, nuk ka kush që nuk gabon. Momentin që gabon e meriton dënimin. Në xhenet nuk mundet me hyrë kërkush me punë të veta, dhe secili prej neve e meriton dënimin. Kjo është realiteti. Atëre besimtari që do të më bën këtë rast? Në xhenet vetë me angazhimin e vet s'mundet me hinë. Gabimet i ka të domosdoshme se s'bën ndryshe, s'ka mundësi ndryshe. Kështu na ka kriju Allah subhanahu wa taala që patjetër ne do të gabojmë. Atëre kur gabojmë, mujmë me marrë dënimin e Allahut. Me veprat e tona nuk mujmë me fituar xhenetin. Cila është rruga? Rruga është me pas frikë se qysh kemi me kalu ditën e kiametit kur Allah subhanahu wa taala ka më në marrë pyetje. Dhe me pas shpresë se na me gabu, pëse po? Edhe veprat e tona dhe ibadetet janë të mangëta, atëherë shpresojmë se Allahu subhanahu wa taala na fal. Në transmetim nga Uthman ibn Affani, Allahu subhanahu wa taala pas mëshirue ka thonë, me ditë se natën e vorrit kaloj mirë, ma nuk mërzitem për gjonat e tjera. Uthman ibn Affani thot, me ditë që natën e vorrit kaloj mirë, natën e parë pas vdekjes, për gjonat tjera ma nuk mërzitna, për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e saktë ka thonë, kur të vdes biri Ademit e të voroset, e që shumica e njerëzve vorosen,
kurse kraj kësaj procedure të morës në pyetje i nështruar edhe ata të cilët nuk varrosën, por se në hadith ka ardhur në varr për shkak se shumica e njerëzve varrosën dhe për shkak të shumicës e merr edhe shpjegimin, gjithë secili kur vdes u varros ose nuk u varros ose e hapën beshit ose u djeg, ka me ju nështru procedurës se morës në pyetje prej melekëve. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, melekët e pyesin, kush është Zoti jot? Kush është libra jote? Kush është feja jote? Kush është pejgamberi jot? E këto pyetje duken se janë thjeshta, por në realitet nuk janë thjeshta. Këto përgjigje shumica e njerëzve mendojnë se kanë me kalu e lehtë, por në realitet nuk kanë me kalu e lehtë. Në hadithin tjetër të saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, keni me vdek qashtu qysh keni jetu. Dhe keni mu ringjallë qashtu qysh keni vdek. Edhe në gjendje, edhe në bindje. Në gjendje, në hadithet e tjera, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ai që vdes i dehur, ringjallët të Allah i dehur. Thonë, qysh ke vdek, qashtu ke mu ringjallë. Ai që i jep fund jetës vetë me vetvrasje, ringjallët të Allah subhanahu wa taala me njëjtën procedurë. Ai që vritet në rrugën e Allah subhanahu wa taala, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ringjallët duke i rrjedh plaga gjak. Qysh ke vdek, qashtu ki me darë para Allah subhanahu wa taala. Kur ke jetuar ti të besuar libra të tjera, të punuar me libra të tjera, me ligje të tjera, të vesin me lek, kush është libri jot? Ti kujton se ki me thonë shariati i Allahut. Se thot këto kush? Përveç ati që shariatin e Allahut subhanahu wa taala ka pas jetë, ai tjetri thot çetër sen. Komunisti thot tjetër sen. Demokrati thot tjetër sen. Socialisti thot tjetër sen. Të majti thot tjetër gjon. Djati thot tjetër gjon, se ata me çato kanë jetu. Kush është libri jot? Cila libër tash? Me çka ki kur ke pa gjona që janë gabim? Me çka ki xhiku? Kur ke dash me dhënë njerëzve drejtësi, cilat libra i ke shtetu? Bysim mu melek kush është Zoti jotun e thëmë Allahu. Nuk e thot këtë fjallë vetëm se ai i cili ka vdek duke adhuru vetëm Allahu subhanahu wa taala. Kërkush tjetër hiç. As nuk thot kush se libri i është Kurani, përveç se ata të cilët kanë në zemrat e tyre ka qenë legjitim vetëm libri i Allahu subhanahu wa taala. Dhe nuk thot kush për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, kush kur pyetet kush ka qenë pejgamberi i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kush e thot këto? Ai që se ka pasuar sunetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ja, se thot këto. Në hadith, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thuhet personit që ka vdek, kush është ky njeriu i cili u pat dërguar te ju? Çu i thuhet? Disa komentatorë të hadithit kanë thonë i sillet pamja e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Muslimanët e njohin pamjen e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E din. Për shkak se i din cilësitë e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Në qesin nëse komenti ju thuhet kush është ky njeriu i cili u pat dërguar te ju, edhe i sillet njëri të vdekur pamja Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, kush nuk ka njoft që ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a di çka thot? Billadeni koka. Është çdo i dokë. Se kësë ka lezu kush është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Nuk i ka pas cilësit fizike të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, as nuk i din. As nuk i ka praktiku sunetet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. As nuk i ka mësu se qysh u dok Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjënë sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kanë jetuar me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam,
qaq shumë e kanë dashur. Saqë transmetimet e sakta për sahabive thuhet që kanë thonë kur nuk jemi ngop duke shiku Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Si me një kur? Ne nuk e kemi pas rastin me pa Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ama në mune me lezue qysh i ka pas syt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qysh e ka mojt mjetrën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qysh i ka pas flokët sallallahu alaihi wasallam, qysh ka qenë gjoks në super pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, so ka qenë i gjatë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, qysh ka ecë krejt cilësit të ti janë të përshkruara sakt në librat e sakta të hadithit. Kush ka qenë besimtar pasuesi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i ka lexu, edhe ka ditë, edhe ka punu, nga se në të kaluarën në ligjëratat e kaluara kemi përmendur se cilësi e pasuesve të sunetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është kur punojnë thonë që kjo është sunet, kështu ka punu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Qysh e din që kështu ka punu pejgamberi sa pa e lexuar libër? Se din kush. Kështu ka hangër buk pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që i shkojnë hap për hapi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Qysh ka hangër bukaj, hangër edhe na. Qysh ka pi ujaj, pi ujë edhe na. Qysh ka fletaj, flejmë edhe na. Qysh ka ecaj, në më ecë edhe na. Qysh o falaj, falmi edhe na. Qysh ka agjëruaj, agjërojmë na. Haqin e të gjitha, çdo veprim që e bojnë, na kujdesemi më herë më kështu. Qysh e ka bërë këtë punë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tani se vdes ky personi e thuhet kush o ky njeri që u dërgoi te ju. Po Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kush tjetër? Na s'kemi pas dërgum tjetër. Na s'kemi pas model tjetër me eci pas tina. Përveç Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Besimtar s'kan pas model edhe e pasojnë. Edhe njohin ditën e Kiametit. S'kan pas libër tjetër, edhe e din. S'kan adhuru kënd tjetër për Allah, edhe e din. Kur ne kemi adhuru ju, Allah, se kur ne kemi adhuru tjetër. Me cilin libër keni punu, me Kur'anin, se me cilin libër tjetër kena punu. Kur ne keni përcjell veç Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, kërkoniq. Ama kushdo që nuk i ka këto, nuk din mu përgjigj. Dhe në hadithin e saktë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thuhet atina që ka qenë munafik, ose atina që nuk ka qenë besimtar, kush është Allah, mënohet, kush është feja, kanë thëshin, kush është ky njeri, kanë thonë se ke ditë. Edhe përfundim të hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, besimtarit, pasi që përgjigjet në këto pyetje, i hapet një dritare, një pamje për i cilës e shef xhehenemin. Dhe i thuhet, mos me i pas ditë që të pyetje ke pas me hi në xhehenem, por i ke ditë pyetje dhe ke me hi në xhenet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, besimtarin këtë rast është rasti i vetëm që thot po Allah bën në kiamet sa më shpejt. Se nuk mundet me hi në xhenet pa ardhur kiameti. Ai që si përgjigjet pyetjeve, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i hapet një pamje, një dritare për cilës e shet xhenetin, edhe i thuhet, me i pas ditë që tu ke pas me hi në xhenet, ama nuk e ke ditë. E kemi hi në zjarr. Dhe ky thot, o Allah mos e bëj kiametin kur. Ama Allah e bën kiametin edhe pse lutet ai më bëj më shpejt, edhe pse lutet që mos më bëj kur, Allah subhanahu wa taala e bën kiametin atë kur e ka caktuar Allah subhanahu wa taala. Dhe Osmani më afroni këtu e lidh çështjen. Nëse natën e vorrit, unë i di këto pyetje, dhe këto pyetje nuk mundesh me ditë nëse nuk i ke jetuar. S'ka mundësi me ditë, nuk janë pyetje që mësohen për mensh, janë pyetje që jetohen. Nëse i din këto pyetje, hapet rruga dhe jipet premtimi se ti ke më kon për banorët e xhenetit. Atëherë pse u mërzit? Pastaj komentatorët e hadithit kanë dhënë edhe disa shpjegime se janë në hadithin e saktë, Aisha radhiyallahu anha ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, "O dërguari i Allahut, Aisha ka dashur me ditë, a i kujtohet, a i bjen men Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ditën e Kiametit për Aisha. Por i ka ardhur keq me pyet direkt. O dërguari i Allahut, a më kujton ti mua ditë Kiametit, a bjen men për mua?" Jo, se edukata e grave të muslimanëve është më e lartë se kështu. Ka thënë dërguari i Allahut,
kujton i dashurit të dashurën në ditën e Kiametit? Dhe tu e ditë Aisha radhiyallahu anha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dashur Aishën shumë dhe në krahasim me gratë të tjera ka thënë Aisha sikur te ushqimi mishi me ushqimet e tjera, a e kujton i dashurit të dashurën ditën e Kiametit? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë amma fi thalathatin fala. Janë 3 momente nuk i bie në mend kërkujna për kërkon. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Allah thot në ditë njeriu ik prej babës vetë, prej nonës vetë, ik prej gruas vetë, ik prej fëmijëve vetë, veç kryt e vetë munduhet me pështu. Në 3 raste thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i bën me kërkuna për kërkon. Edhe pse kanë thonë notën e volit që kemi në xhenet, po haram krejt, se situata është shumë e vështirë. Edhe pse e ke kaluar provimin, po. Edhe pse kur ke vdek, kalon me lekt kanë thonë ti ke shpëtu, po. Edhe pse kur i ringjall krona muslimanëve, po. Për shkak se janë 3 momente, nuk i bën mend kërkuna për kërkon. As Muhamedi sallallahu alaihi wasallam si bën mend për Aishën. Ato momente të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë momenti kur motër veprat. Momenti kur vin librat dhe momenti kur fillon ecja dhe urën e siratit. Kush ka siguri kur të vin librat ditë Kiametit? Bel al-insanu ala nafsihi basira. Kurse na dina shumë mirë çka kena bë. Ju nuk e dini çka po bëre, ama e di unë për vete. Unë nuk e di çka ka bërë gjithsesi për juve, por gjithsesi për juve e di çka ka bërë për vete. Bel al-insanu ala nafsihi basira, njeriu vetën e vetë njeh shumë mirë, edhe din shumë mirë çka ka punu. Kush prej neve ka sot siguri me të këtë vepra të shkrume, çka ka bëu me ty sot? Sot me ne qitë veprat me emot, veprat e mira dhe veprat e këqija, kush ka siguri, çka bëhet me neve sot? Edhe më na ecë urës siratit, me fillua e vendosur në xhenem. Dhe të në 3 momente që për momentin nuk i kujtuat kërkujna kërkush, ama momentet e tjera gjithë se cili prej besimtarve e din sigurien e vetë që e ka morë kur ka vdek, edhe e din sigurien e vetë kur e ka morë kur ka kaluar në vërë. Por këtë është dhe Uthman ibn Affani radhiyallahu anhu, se më kaluar në otër e vorit, pastaj nuk mërzitën për çështjet e tjera. Pse është e rëndësishme me përmend çështjen e Uthman ibn Affanit këtu? Është e rëndësishme me përmend çështjen e Uthman ibn Affanit këtu për shkak se nota e avorit për gjithë secilin prej neve është afër. Se kur folmi ditën e Kiametit, botën tjetër, njerëzve shkon sikur është diçka shumë e largët. Nuk është shumë e largët. Vdekja është shumë e afërt për gjithë secilin prej neve. Qoftë që dikush prej neve prej tash jeton edhe 100 vjet, apo është afër. Takimi jonë me veprat e tona është afër, dhe çështja e besimtarit thotë duhet të sillet në mes të frikës dhe shpresës. Frikës dhe shpresës në të gjitha çështjet. Edhe në çështjet e besimit, edhe në çështjet e ibadeteve, edhe në çështjet e gjunaheve. Thotë Allahu subhanahu wa taala: "Ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim al-wasila." Kur i lefton Allahu subhanahu wa taala besimtar, thot besimtar janë ata të cilët i lutën Allahu subhanahu wa taala. Edhe kërkojnë shpëtim te Allahu subhanahu wa taala, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhabahu, shpresojnë në mëshirën e Allahu subhanahu wa taala dhe i kanë frikë dënimit të tij. Këto janë frika dhe shpresa. Yarjuna rahmatahu, shpresojnë me arrit mëshirën e Allahu subhanahu wa taala, wa yakhafuna 'adhabahu, edhe kanë frikë dënimet e Allahut. Nuk mundet me jenë xhennet kërkosh me veprën e tij përveç nëse e mëshiron Allah, ne të gjithë shpresojmë se Allahu subhanahu wa taala ka më mëshirë. Wa yakhafuna 'adhabahu, dhe kanë frikë besimtar
Allahu subhanahu wa taala i kanë frikë dënimit të Allahut, gjithsesi cili prej neve e din vetën se është mëkatar, edhe ai që është mëkatar dënimin e ka të mundur te Allahu subhanahu wa taala dhe e din rrezikun se Allahu subhanahu wa taala e dënon. E të tjetër thotë Allahu subhanahu wa taala tatajafa junubuhum anil madaji', besimtarët shtratat i lanë në gjumin më të mirë quhen. Pse quhen? Quhen me falë namazin sabat, quhen me falë namazin e natës, quhen me bas syfut për ma gjëru. Pse e prish besimtari këtë rahati, këtë pushim? Thëtë Allah subhanahu wa ta'ala, yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Për me lut, me adhuru Allahun e tyre me frikë edhe me shpresë. Pse besimtarët e prishin rahatin e tyre në namazin e sabat, në kohën e syfyrit, në namazin e natës, veç për me lutë Allah subhanahu wa ta'ala. Kur e lusin Allah subhanahu wa ta'ala, me çfarë cilësi e lusin? Me frikë, për me pështu për dënimit tina, edhe me shpresë me e fitua shpërblimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe krejt çështja sillet çdo. Krejt çështja e imanit sillet me pështu për izarën e xhenemit me një xhenet. Çka është fjala e fundit në haxhin e tij, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte duke bërë tavaf me Ebu Bekrin as-Siddiqin radhiyallahu anhu. Duke bërë tavaf i lexonin duat të cilat janë të shumta. Me i bo, kush e kryen haxhin, kush e bën tavafin, kush e bën umrën. Dua për të ndryshmeve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bën të doat, i dërguar i Allahut, Ebu Bekri radhiyallahu anhu i bën të doat se gjithmonë shoqëri me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i kishte mësuar lutjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga që ka për sahabive të cilët e kanë mësuar Kur'anin pa lexuar, veç për ndëgjuar prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam 70 sure. Sahabiu thotë i kam mësuar jo duke i lexuar, duke i ndëgjuar prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Një beduin, njëri i vendbanimeve të larta, tu e bo haxhin. E shef pejgamberi sa me Abu Bekrin tu bo lloj doje, e mërzitet, vjen te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, doje dërgumi Allah, lumri ti. O Abu Bekr lumri ti, tu li doje po dini çfarë? Plot doje po bani unë e shkret, s'di. Vesh me thëmë Allahumma inni a'udhu as'aluka al-jannata wa a'udhu bika min an-nar. O Allah, po ta lipi xhenetin edhe po lipi me mbrojtje zjarrit xhenemit. Veç çto ai diuna. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po ke doat e tona që i bojnë na që tu sillen. Kret çato që ka bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në fund ku sillen? O Allah mos na çon xhenem, çon në xhenet. Çtosh? Njerëzit besimtarët e prishin rahatin e tyre, i lën ushqimet e tyre, i lën dëshirat e tyre, e lën pasurinë e tyre, e shpenzojnë shëndetin, fuqinë e tyre, për çka? Në ibadet. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a, duke lut, duke bëj ibadet Allahu subhanahu wa taala me frikë për me fshu prej dënimit të Allahu subhanahu wa taala dhe me shpresën se me fitue shpërblimin xhenetin e Allahut. Po ashtu thotë Allahu subhanahu wa taala, "Amma huwa qanitun آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه." Amos janë njëjtë, amos menon dikush se barabar, ata të cilët nuk e adhurojnë Allahun e bojnë gjinua, me ata të cilët falin namaz, e bin sejdë, e bojnë ruku, edhe kanë frikë prej dënimit të Allahu subhanahu wa taala ditën e Kiametit, edhe shpresojnë mëshirën e tij, jasë nuk janë njëjtë. Nuk janë njëjtë. Ata të cilët kanë jetu me frikën prej Allahu subhanahu wa taala dhe ata të cilët pesëporë si kanë dhënë për çka thonë Allahu, çka thonë pejgamberi sa, ja nuk janë njëjtë këta. As nuk bëhen njëjtë kur. As në dunjë, as në ahiret. Për shkak se në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shkuar ka vizituar një djalë i ri në kohën e tij, kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i smut për vdekje. Dhe mas kësaj smutje ka vdekë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shkuar me vizitua para se me vdekë. Dhe është sunnet me shkuar me vizitua njerëzit të cilët janë të smut. Në përgjithësi, por njerëzit të cilët janë të smut, me smundja që janë matrona, që pritet shumicën e rasteve që vjen vdekja mas kësaj smundje,
është sunet me shku me vizitu. Dhe kështu vepronte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Osmani djalëri ka shku me vizitu. E ka pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Çish permin vetën?" Djaloshi ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Jam mes frikës dhe shpresës. Jam tutut për gabimet e mia se kam më dënu Allahu subhanahu wa taala. Dhe po kam shpresë Allahu subhanahu wa taala më shal fal." Këtë hadith pas kësaj fjale të sahabiu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk bashkohen në zemrën e një besimtari ose në zemrën e një personi të dyja edhe në dynjë edhe në ahiret. Kushdo që ka frigu Allah subhanahu wa taala në këtë dynjë, ma nuk ka mi atru punën Allah këtë më tut në ahiret. Kushdo që nuk i ka pas frikë Allah subhanahu wa taala në këtë dynjë, gjithsesi se ka mi pas frikë gjithmonë Allah në ahiret. Se tutun këtë dynjë për Allah, tutun atë dynjë për Allah, nuk e bën kështu Allah. Mos me pas gale, as këtë dynjë për Allah, edhe në dynjë, apet me kajku mirë, nuk e bën kështu Allah subhanahu wa taala. Nuk e lejon kështu Allah subhanahu wa taala, por se kushdo që ka jetuar me frikën për Allah subhanahu wa taala dhe me shpresën se Allah subhanahu wa taala ka më fal, ai ka me u siguru për frikës dhe ka me marr shpresën ose ka me marr shpërblimin në të cilën shpresonte derisa ka qenë gjallë. Transmetohet nga Hasan al-Basri, Allah subhanahu wa taala e pasmëshirua, i cili ka thonë, nuk ka besimtar veç se ka frikë, dhe nuk ka munafik veç se nuk ka frikë. Dallimi i mërshëm mes besimtarit dhe munafikut është, a ki frikë që shki me dalë para Allahut ajo? A ki frikë në veprime ajo? A ki frikë në ibadete apo jo? Për shkak se shpresa dhe frika në fillim përmendëm janë në çështjet e besimit, në çështjet e ibadeteve dhe adhurimeve dhe në çështjet e harameve. Në çështjet e besimit, ne i besojmë të gjitha ato me të cilat na ka urdhëruar Allahu Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith. Po vazhdimisht kena frikë, a thu jena të adhon hakun këtij besimi. Çështjet e ibadeteve, e falmi namazin rregullisht, agjërojmë Ramazanin, e japim zeqatin, e bëjmë haxhin, apo kena frikë, a thu jem duke i vepruar të vepra ashtu qysh ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala dhe ashtu qysh i ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe në çështjet e mëkateve nuk ka besimtar i cili bën ndonjë mëkat e që nuk ka frikë Allahu subhanahu wa taala pas që ka bërë mëkatin. Për shkak se në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, gjunohu në syt e besimtarit është gjithmonë i madh, kurse gjunohu në syt e munafikut është gjithmonë i vogël. E munafiku çfarë thotë? Kjo s'është gjë, halli vojë më shumë sa kjo. E bën gjunohun e vet, e kshir kufrin e shirkun e hallkëve. O ti mos i kshir kufrin e hallkëve, as shirkun e huaj, as munafikun e huaj, ti kshir gjunohun tonë. Se ti ki me dhon llogari për veprimet e tua, s'ki me dhon llogari për veprimet e atyre. Besimtari kur e bën një mëkat, çat mëkat e shes si rrezik. Si rrezik që do me shkatërru. Për tyre e Abubekri radhiyallahu anhu, edhe sahabët e tjerë të gjithë. E Abubekri radhiyallahu anhu vinte te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për çështje të cilat na nuk i llogarit me gjëra hiç, o e dërguami i Allahut. Unë i bëm munafik. Pse? Ka ropa kimoni. O e dërguami i Allahut, shumë i sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se pak më ndryshua çështja, pak më ra niveli besimit e shihni si rrezik. A munafiku se sheh rrezik? Munafiku nuk e sheh rrezik për shkak se munafiku në një nuk e ka besimin në rregull dhe në dy nëse me i pa veprimet e veta, e këshyr veprimet e tjerëve. E këshyr veprimet e bën gjinohën e vetë, edhe thotë, më ka tjerë të cilët bën shirk madh, unë e bile shirk madh zvojë. Po lemën të tjerë, ka tjerë që bën ato, ka tjerë që bën ato. Ata janë plot, është e vërtetë, ama gjithë secili ka me dhënë llogari për veten e vet. Për të Hasan al-Basri, Allah subhanahu wa taala e pasmëshirua thoshte, nuk ka frikë vetë besimtari dhe nuk sigurohet nga frika vetëm se ai i cili është munafik. Te çështja e shpresës dhe frikës, dietarët e sunetit kanë folur gjatë. Por në
përfundim e përmendim fjalën e Imam Ahmedit, Allah subhanahu wa taala pas mëshiru. Imam Ahmedi thot besimtari duhet me jetu në balancim, mbarazim, frikë edhe shpresë. Frikë edhe shpresë. Frikë edhe shpresë. Deri në momentet kur i afrohet vdekja. Momentet kur i afrohet vdekja, frikës me ul nivelin edhe me rrit nivelin e shpresës se ne kemi më shmëtu. Pse me ul nivelin e frikës? Me ul nivelin e frikës për shkak se kalon momentet e fundit më. Nuk e ka njeriu mundësinë e devijimit që e ka pas përpara dhe me rrit nivelin e shpresës për shkak se kur e rrit nivelin e shpresës e përmirëson ose e forcon mendimin e mirë për Allah subhanahu wa taala. Se shpresa është se Allah subhanahu wa taala ka na fal me gjithë gjinohat që kena, me gjithë mangësitë që kena pas, me gjithë ibadetet që kena mujt me kry, me gjithë gjinohat që kena po, Allah subhanahu wa taala ka na fal. Kjo është shpresa. Kur është Allah ka na fal, është mendim i mirë për Allahun. Në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kushdo që mendon mirë për Allah subhanahu wa taala, çashtu ka mi dalë Allahu ditën e Kiametit. Ki menu se Allah ka me fal, ka me fal. Ki menu se Allah subhanahu wa taala, më thonë kjo është gjithmonë me mendime duke u bazu, jo me mendime në hava, s'falet kur hajtë se Allah në fal, kështu s'bën. Po duke i kry ibadetet dhe mangësitë të cilat i kem me shpresu në Allah subhanahu wa taala. Për me rrit, pastaj nivelin e shpresës në faljen e Allah subhanahu wa taala, kanë disa hadithe të sakta prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, prej tyre një. Ditën e Kiametit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa taala ka me marrë besimtar, ka me marrë njëri me marrë pyetje. Hadithi tjetër të pejgamberit sa mes tij dhe mes Allahut nuk ka përkthyes, fol direkt. Hadithi tjetër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu kur e merr pyetje pa besimtarin, e merr pyetje publikisht. Kur e merr pyetje besimtarin, e mbulon, mos me pa tjerë. Këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa taala merr pyetje me besimtar, edhe në veshojnë të tjerë duke marrë pyetje Allah, edhe e pyet, o robjer, a po të kujtohet që gjëna që e ke bën? Po, se s'ka shka me thonë. Po këj gjënohë tjetër, po këj gjënohë tjetër, po këj gjënohë tjetër, po. E thë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa taala nuk ja përmen atij disa gjënohë të mëdha. Kur ja përmen këto të shef të gjitha, robi mendon se ka më dënu. Thot Allah subhanahu wa taala, robjer, a ki gjënohë tjera? S'po më kujtohet, s'di, këj e din. Thot Allah subhanahu wa taala, o robjem, krejt që të gjënoha që ke pas, po t'i shëndrojnë se vape. O, kom halar gjënoha, po e lapo, se s'ma që ma eret. Dhe kjo është një prej haditheve që e bën robin besimtarin me shtu shpresën se Allah subhanahu wa taala ka më na fal, por gjithmonë në pas frikën se çështjet e imanit a kemi me quhet në rregull që shka lipa Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çështjet e ibadeteve ajën të krye sikur ka lipa Allah dhe sikur ka kry pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe çështjet e gjinohave a jemi duke u larguar ashtu sikur që ka urdhëruar Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa qulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafur.